Zonja dhe zotri, në këtë episod do të përpiqemi të japim përgjigje në një pyetjeje që mua mjaft shumë po më intereson se si duket një vend, respektivisht si duket Kosova kur e sheh me syt e një personi që ka vendosur apo ka zgjedhur ta doj vendin ton. Do me thënë, sot në studio për këtë pyetje që sapo e parashtrova, unë kam kënaqësinë të mirëpres një mysafire të veçantë, një grua që nuk është e lindur në Kosovë, por që e ka studiuar në detaje vendin ton. Është fjala për antropologën amerikane, është fjala për antropologën kulturore amerikane, zonjën Janet Turajnek, e cila me përkushtim ka studiuar, pra ka hulumtuar dhe me punën e saj ka dokumentuar në botë jetën, traditat, sfidat dhe transformimet e shoqërisë kosovare. Andaj, unë ju ftoj të jeni me ne në këtë udhtim të veçantë. Tani me kënaqësi do t'ju uroj mirëseardhje zonjës Rajnek. Zonja Rajnek, mirë se erdhet, welcome dhe faleminderit shumë për kohën. Do të udhtojmë ndër vite, jeni, siç e përmenda, antropologe e kulturës, por jeni një amerikane, jeni një mike e madhe e shqiptarve. Keni ardhur në Kosovë në vitet e 80-ta. Fillimisht, çfarë ju shtyu të vini në Kosovë? Si e kujtoni atë moment? Kam udhëtu nëpër Ballkanin në vitin 70, se kam dashur me gjetë tema për magistraturën në etnologji në UCLA, University of California, Los Angeles, college ku kam qenë edhe ka qenë ashtë me pas një temë. E gjithmonë me 4 hek Ballkan, muzika, vole, kultura, historie Ballkanit, edhe kam udhëtu nëpër shtetet të Ballkanit, e tani kam në vitin 80 kam shku me smotra folklorike në Zagreb, edhe aty jemi festu me rinie të Hungarie, Slovakie, Jugoslavie, ish Jugoslavie, po kur kam has me njerëz të Kosova, shqiptar, për herë të parë në jetën tem, atëherë më kanë tërhek më shumë edhe më kanë thirë me ardhë ata në Katun afër Vitis, Gërmov, është një Katun. Kam shku atje, ku ka qenë një familje me dasëm, do të krejt Katuni ka qenë angazhu me një dasëm, në stilin e vjetër, një javë ditë, qikat e këshise, Katunit kanë knu, edhe kam qenë si mysafir me një shtëpi tradicionale, edhe me 4 hek kultura, adetat, folje, gjuha, mënyre, mikpritjes, krejt ato sende, edhe kam vendos me njëherë që do të studioj në Kosovë, edhe kam najt edhe disa ditë në Kosovë, kam shku në Shota, atje kam di që duhet me marrë pjesë me një farë mënyrë me Shotën, edhe tani kam shku në Amerikë, jam kthy me shku matutje me studime, edhe me lyp një burs, Fulbright, stipendie, me mujt me ardhë prap në Kosovë me hullumtu. Si ju pretën, e përmende që ishte mikpritja e mirë, por çka kujtonin nga ato momente, na thuani ishte ajo dasëm reale, apo ishte diçka e simuluar? Ajo ka qenë, që mos harro, kjo është vitet edhe, do të ka qenë, unë nuk po më kujtohet dasmë si ma shumë kam qenë me qikat, non-stop me qikat e Katundit, që kanë knu Bukuria Lamallari, është një këngëtar e njohur, edhe ajo kam qenë në shtëpinë e saj, edhe do thotë ka qenë tamam original, që ka qenë gjithmonë me shqiptar në Kosovë, në ato tritat të adet. Nuk kam pa shumë adetet dasmës, më kujtohet ma shumë që shka qenë në shtëpi ata, edhe të najt me qikat non-stop. E çfarë ju kujtohet nga ato adete? Çka ju kalon për shtypje? Well,
kam fol disa herë për qish më kanë çfarë përshtypje ka qenë në fillim, veç si ka qenë të sofra, ama ju që dëgjuese që njihni qatë jeta përpara që ka qenë në Kosovë, edhe në për jo vetëm në kantune, por edhe në për qytete me sofër, edhe me krejt çka do thotë të ullë në tokë atje, të ullë në shilte, edhe ushqim shka kemi hongër, pasull, birjan, pita, fli, çaj që përpara që kanë, pregadit, edhe qatë muhabet, qatë mikpritje, kur kanë ardhur mysafir prej katunit, prej familjes, qatë mikpritje, qatë krejt janë qunë kam, e kanë përshëndet, edhe në kam, edhe përsëri kanë përshëndet krejt rrethi në shilte, ajo më ka bosh përshtypje madhe, një farë ngrohtësie, dihet që është një ngrohtësi që nuk ekziston bashkë që ka qenë përpara. Tash hala ka oda e sotme, do thot me kauçat, krejt ju keni tepi, like carpets, like, të bardha, krejt kanë që janë më të vështira me mbajt bukur, të bardha edhe kauçat, edhe krejt ju keni një farë stil tash, është për mu maftoft, ma ndryshe. Kur kam hi në kula, për shembull, që kanë renovu në për Kosovë, e shumë bukur për jashtë, që kanë renovu shumë bukur, po kur po hi brenda, shumë ftoft po më duket, nuk ka qatë gjallënie, qatë ngrohtësie që ka qenë përpara. Ajo më ka tërhek ma shumë prej Kosovës. Do më thonë tani moderniteti ja ka humb pak atë shijen, e ka zbih nga jo ko. Zëna Rajnek, përmende ka tunden, më përpara, vërtet ka jetuar njerëz në bashkësi, shumë njerëz ka jetuar në një shtëpi. Sot, si e shihni kohën, fshatrat e brazda? Është temë shumë e komplikuar, se në disa aspekte njerëz kanë hek shumë, janë maltratu, kanë vujt shumë me qatë jetë përpara, me punë, çfarë punë kanë pas, kur farë dihme, gratë kanë qenë mashin llamjes, ato sende që janë doshëm tash, janë shumë rëndom tash. Do thot, edhe kur jam kthy në vitin 90 me bo ndihmë humanitare këtu në komunën e Viçis, se kemi jetu në Tërpez, një katun, unë me djalin tem, me një shtëpi me 21 antar. Do thot, unë edhe kam përjetu çka do thot me la teshat për 21 antar, me pregadit buk, me rujt krejt që ato fëmi, edhe pleqt, edhe do thot, me një anë ka qenë shumë vështirë për shumë njerëz, anë tjetër anë ka qenë një farë përkrahje njeri tjetrit, kur familje ka qenë në harmoni, se zakonisht kam përjetu shumë harmoni, kam gjetë, atëherë gratë kanë përkrah njeri tjetërin, shumë edhe borat njeri tjetërin, ka qenë krejt tjetër, një stil tjetës absolut ndryshe. Kurse unë jam rrit në Amerikë, ku ka qenë kuptohet familje vogël, nuk kemi jetu në bashkësi, kur jam rrit unë, edhe krejt kanë mendu për vetin. Do thot, në bashkësi e njerëz jetojnë për njeri tjetërën. Do thot, koncepti i jetës, bot kuptim është krejt diçka tjetër. Unë s'jam I'm not an apologist for the past. Do thot, nuk jam të i thonë që e të kaluan ka qenë ma mirë. S'ka qenë ma mirë, po ka qenë ma humane me një anë. Qatë grotësie që krejt po flasin për grotësie që ka qenë përpara, po për një me ka qenë diçka shumë thelle. Unë, masë që kam përjetu që ato ka që thellë, ma ka dhanë për shtypje ka që thellë, anë has, anë opoja ndrugova, ku kam shku ma shumë. Unë kam përjetu që ata e kam thithë në eshnat mia diqysh. Do thot, tash, kur kemi qenë tash para disa muaj, kemi qenë në Podijev, të Nebi Balaj. Ai është i njohur për një odë. Baba ka insistu që kur kanë ardhur prej Katundit e Podijevës e kanë ardhur
në Podiev, në qytet, ka insistu me pas oda tradicionale atje. Me shirte, me krejt ato adetat, elementat, me elementat, o gjaku, që është shumë kryesore. Edhe ka insistu. Kur kemi qenë atje me fol për jetën, për traditet, kanë ardhë një grupe fëmijëve në klasë, me vizitu qatë odë. Edhe kur kam bisedu me fëmijët, thash, keni qenë përpara në odë? Kam thënë, jo, herë e parë në odë. Do thot, për ato fëmijë, më ka rënë mend që është si muzeu për ato fëmijë. Do thot, ato nuk kanë kur s'kanë përjetu në një odë e shqiptarëve. Edhe është e lidhën shumë për mua me temën e identitetit shqiptar, se shqiptarë janë kaq të lidhën me kulturën e me historinë e me identitet që ka do të thotë më kanë pjesë të këtë popull në Ballkan, shumë e rrallë, shumë specifike, shumë unik, po në tjetër anë janë të i bashku shumë me adetet e perëndimit. Ne njohim shumë mirë që ka do të thotë me jetu në Evropë, në Amerikë, tjera vende, edhe tash po absorbojnë, asimilohen me qatë kulturë tjetër, e mu po më intereson çka do të bëhet me qatë kultura, qysh do të mbahet, s'jam të i thonë në për festival. Do thot, për mu, ju tash jemi të i hi në sezone festivaleve, edhe janë në për krejt Kosovë, edhe shumë bukur janë, një farë festimi i kulturës jo vetëm e shqiptarëve, po balkanike ose evropiane në kontekst më botnor, shumë bukur, edhe janë të bëhet çdo vit sa më profesionale, më mirë. Po për mu ma shumë po më intereson që ka ndodhet në përkatune, se derisa festivalat janë të prezervu qatë kulturën e vjetër, ne për katundet janë të i zbrast, kuptohet, çdo njeri këtu në Kosovë është shumë e vëdishëm që janë të i zhduk katundet, edhe ajo po më vjen shumë keq. Ndodhet në për krejt bota, edhe në Amerikë ndodhet, edhe në Evropë, në Ballkan, mos vetë, në disa vende janë shteti po bën një përpiqje shumë më forcë, me forcu ato vende, edhe me pas elemente infrastruktura, elemente shëndetësia, edukime, punësime, çka i vyn me përjetu, me mosh me zhduk ato katune. Do thot, ajo është krejt e lidhën. Plus, në shumë vende në Ballkan, për shembull në Rumuni, në Hungari, edhe në Bullgari janë të i botash ma shumë grupat që vazojnë krejt valet për shembull e vendit, se për shembull në Greqi e kanë 1000 vale, në Bullgari sa qindra vale e ka, edhe bojnë grupat folklorike jo për sken, po për njerëz mos me hub kulturën. E ato sene janë interesant për mu. Bukur qëmë, po pse po zbrazen fshatrat, me aq sa keni biseduar me njerëz, sepse juve jeni shumë aktive, vizitoni fshatra anë e kënd Kosovës. Tani, është në pyetje mos ndërtimi i infrastrukturës, apo të gjithë po kanë dëshirë të jetojnë në përqytete? Përsëri është një temë shumë e komplikuar. Edhe është e vërtet, po shkoj, ku do të shkoj? Ne për Kosovë, edhe me njerëz, kur po shkoj dikon me një taksi, për shembull, gjithmonë po flas me taksiste, për nga jeti, ku janë vllaznit, ku janë motrat, ku po do me jetu, a do me najt, a do me shku, ato vllaznit, a do me këtu, do thot gjithmonë është temat qendrore për mu. Edhe është mas pare djenje e njerëzve, se mundesh me pas shumë raste, një familje, dikush po don me shku, duhet me shku jashtë, pa tjetër duhet me ikë për Kosovës, pa tjetër duhet me jetu jashtë, e dikush tjetër, jo hic po don me shku jashtë, po për shkak të do diçka në familje, ose kanë fëmijë, po dojnë për shëndetësi ma mirë, shkollimi ma mirë, ka kushte shumëta, tash për shembull, shtunën e kaluam, kemi qenë në Opoj, edhe kemi pas bisedat shumë thellë, shumë serioze me njerëz aty, me katunin Kosovë aty në Opoj, kemi ullë edhe me studentët, edhe me mësuesit
me një shkollë, e kemi fol për qatë katun, qka po mendoni për ardhmërinë, qka po ju vyn mos me shku, se ka njerëz që nuk dojnë me shku, po mendojnë është e domosdoshëm, ose një farë val që nuk mundet me u kthy. You can't hold back the tide. Nuk mundet me ndërprej qatë valet që është u shku. Po, edhe unë po du me hullum tu ma thellë, gjithmonë jemi tu fol ma detalisht, qka do thot ajo? Kur për shembull një njeri po thot, aj po jep sport, edhe po thot, po na vyn një stadium i futbollit, një stadium modern. Edhe unë thash, po gjithmonë përpara kanë luajt futboll shumë mirë në përfushat, edhe aj po thot, po më vjen, unë po thot, qyre, unë jam të këshyrë shpijat, se cili shpi si hotel në këtë katun. Jetohet edhe perdët janë mbyllën gjithkohë. Do thot, shumica shpive nuk jeton kërkush, janë zbrast. Jetojnë jashtë njerëz. Në vend me investu me një stadium, ose një punë shëndetësore e re, ose një fabrik që punëson njerëz, investojnë në shtëpia të mëdha, me shumë dhoma, në stil modern, që kërkush s'ka me jetu aty. E për mua, ajo është absurd, është tragjike, se unë jam mësu në Amerikë, njerëz jetojnë me në shtëpi që konvenon sa njerëz janë në shtëpi, jo për një ardhmërie që nuk ekziston. Kur nuk ka me ardhë me jetu atje djemtë, bluset, çrimet, ajo ka kalu qatë ko. Ato shtëpi që janë të ndutu tash, janë për një epokë që ka kaluar, do thëtë nuk kanë me jetu 20 njerëz aty, kanë me jetu 4 njerëz eventualisht, ose pleç kanë me shku krejt edhe kanë me zbrat, përveç 2 javë verës. Do thëtë, ato edhe dasme të mëdhaja që hargjojnë shumë parë me tregu tjerëve çka kanë fitu jashtë. Unë e njoh shumë raste kur një njeri që punon thjesht jashtë, nuk ka një pasën e madhe, ato punojnë 10-20 vjet me kriju me një dasëm që mundet me tregu njerëz çfarë njeri është. Për mua është it's sad, it's tragedy. Se kjo pare duhet me ndërtu sende në katun me kontribu në infrastrukture me mujt njerëz me jetu atje, me gjallu qatë katun e mos me hu krejt. Po në 20 vite për të shpenzuar për 6 orë dasëm. Ose 2 ditë, ose, edhe ajo që unë kam shok në Amerikë që shpenzojnë shumë pak në dasëm, se apo dojnë me investu në diçka tjetër, jo në dasëm. Ka njerëz që bëjnë dasëm të mëdhajave, ata janë shumë të pasën. Në qoftë nuk e shumë pare, nuk hargjon shumë pare në dasëm. Normalisht. Zonja Rejnek, do të ndalim edhe tek një temë që gjithashtu e përmende krejt në fillim, përmende gratë, vajzat, që kur keni ardhur. Kosova ka pësuar transformime, dhe më thonë, ndër vite ka ndryshuar gjërat. Si e shihni rolin e gruas në atë kohë kur keni ardhur juve këto, edhe sot, cili është roli i gruas? Edhe opet është temë shumë e komplikuar, ama mundet me shkru një temë doktoraturës për qatë temë, po edhe shumë njerëz janë të botë edhe. Po është shumë më rëndësi edhe shumë rëndë në disa aspekte, se gratë në përkatun e kanë punu shumë, që kemi të cek, edhe ato që kanë punu në për qytetë që kam njoftë, si Koshie, për shembull, kur kam jetu në vitet 80 këtu, kanë punu në punë, edhe kanë qyrë fëmijët, edhe kanë këshyrë shtëpinë, edhe sidomos qatë mikpritje ka qenë shumë një barë të madhe. Ato kanë gjetë vetin, identitetin e tyre atje, kanë gjetë një farë nder atje, sa ma i pastër mundet më kanë shtëpi, sa ma bukur mundet me prit mysafir, sa ma vlerë ka qenë një pikë vlerë, edhe hala ka. Veç për mu, duhet me qatë nivel i mikpritjes, duhet me mbajt një nivel i pastërtis që është më njën absurd. Për shembull, me qato tepije të bardha, ato sendet që
janë bukur, po çka do thot për femër, se me mbajt një shtëpi në çat nivel, kërkon kohë, kërkon dedikimi I dikujt, edhe në Kosovë hala është gruaja që punona. Në Amerikë edhe në Evropë ma shumë është barbar. Djalli jam me gruan e tij, me nusën tonë, barbar, përgatisin, ruajnë shtëpi, gjithçka, edhe punojnë barbar. Gjithçka e ndojnë baras. Yeah, everything. Çdo send, absolut. E çdo njeri që po njoh në Amerikë, rrethi jem, familja ime, njësoj. Ose buri punon ma shumë në shtëpi, nëse gruaja për shembull e kam një shoqë që ajo gruaja fiton ma shumë në punë, edhe buri pak ma pak, edhe dikush duhet, me najtë se s'kan pare për qerdhe, edhe nuk ka print offer me këshir me ndihmu, edhe kanë vendos që buri ka me këshir fëmijët edhe shtëpi derisa gruaja po punon, se është ma logjike kështu. Ne, jemi në çat tem të gratë të Kosovës, unë mendoj që gjeneratet tash që janë, është një, it's a real transitional stage, do thot jeni shumë në kuptohet, është shumë qartë që jeni në periudhë tranzicionale, se femnat reja janë në dikim shumë që ka po ndodhet jashtë, do thot më kanë barabar, kuptohet me mashkuj, absolutisht, janë të shku në shkollë masovokisht në profesionaliste dhe qato sene, po djemt janë mësu që nana e bën qëto sen për ata. Janë rrit me një shtëpi, zakonisht, jo krejt, po zakonisht, kur nana e bën qëto sen për djallin. Djalli po rritë pa ditë qysh me përgatitë, qysh me bëhet. Ose do thot unë po shoh një farë dilemë shumë interesant, se djemë që tash martohen, ndoshta po presin diçka tjetër, se që çka janë në mend me kontribut në shtëpi. Do thot, shumë çifte po jetojnë në mënyrë ma tradicionale, edhe dhe shumë janë të ndryshuar. Do thot, këtë periudhë në Kosovë është përgjithsisht një periudhë tradicionale, sipas adete, arsimi, punësimi, infrastruktura, në çdo aspekt është shumë interesant në Kosovë. Dhe më thënë, modernizmi po na e humb traditën. Mirë po, këto që I ke pa në Kosovë, se tam që prej shekullit të kaluar, vetëm ju kemi mike tonën këto, edhe na njihni, edhe jeni miqësuar me njerëz dhe gjitha këto. Këto lloj tradita që I kanë shqiptarët, që I kanë pasur, por fatmirësisht edhe në disa vende po I ruajnë. A I keni hasur në ndonjë vend tjetër të botës? Si ju? Po. Po unë, adetet tuaj në një verzion, po eksistojnë në përkrejt lindje mesme. I mean, disa herë kur kam dhënë ligjërat në Amerikë për Kosovën, për para, në vitin 80, njerëz që kanë qenë, e kam pa njëjtën se në Tunizia, e kam pa njëjtën adet për dasëm, për nusën, diçka për shembull në Turqi, ose në Iran. Do thot, ju keni shumë të përngjajshëm me tjera, veç prap, ju keni diçka e veçantë. Ju keni një gjajshmëri e gjanë, me instrumentet, me konga, me val, me shumë sene, po prap është, më njëherë kur nihet muzika, konga shqiptar dihet më njëherë. Për shembull, tash kam qenë në New York të djalli jam, edhe ai është rrit këtu, si fëmijë ka qenë këtu, edhe është muzikant, djalli jam, edhe kur kemi hiqë një restorant greke, kemi hinë dera, më njëherë ka ditë, kjo nuk është greke, kjo pronare shqiptar. Djalli jem ka ditë më njëherë më brenda një minutë, ka thënë që kjo është, this is Albanian music, kjo nuk është greke. Opa është restorant, veç pronar për pes. Djalli më njëherë. Do thot, është edhe për mu është shumë e veçantë edhe shumë bukur, një farë melos. Në tjetër anë ka shumë konga shqiptar
kemi gjithmonë dilemë me që ato djemë në hotel ku po shkojmë në Opoj, në Bjeshk Hotel, që kemi si idol, gjithmonë kemi qef me shku atje, hotel në Bjeshk, në Opoj. Edhe gjithmonë, kur po shojnë muzika aty në hotel, se jam shpesh aty, po dhejnë, oh, come on, lema se ajo është ma shumë si muzika kafane, muzika balkanike, që nuk është bërë shqiptar. Jo, dëgjoj, janë fjallë shqip, kanga shqip, edhe për një men janë shqip, veç melosi nuk është shqip, për mu është melos kafiqe, diçka tjetër që talava, I don't, but po prap se prap, për fat mirë ju keni shumë këngëtarë dhe shumë muzikante që janë dediku me rrujt që tradit, ka shumë fëmi që mësojnë shifteli tash. Edhe unë shumë uroj Dua Lipa për shembull, tash kam një interviste me Dua Lipa në televizion të Amerikës, edhe ajo po flet çfarë dashuri ka ndaj Kosovë, kuptohet edhe veç ajo ka një dëshirë në ato Sunny Hill, me pru muzikantët botnor në Kosovë, shumë rëndësi. Unë nuk, opet po them, nuk jam apologist for the past. Nuk jam të I thonë që duhet me najt në të kaluarën. Larg prej asaj. Unë mendoj që Kosovë duhet me shku ma shumë për para, po mos me hup ato që identifikohen taman si qka do të thëtë shqiptar. There's something very special about it. Ne po thëjmë në anglisht, don't throw the baby out with the bathwater. Do dhe është një shprehin në anglisht, mos derdh beba me ujnë e kodës. Do dhe, don't throw it all out. Do dhe nëbaje qka është mirë me mbajt, heke që ata, sidomos që ato gjelozi, kokfortësia që identifikohet me shqiptar, që ata duhet me hek. Me mujt me shku për para Kosova, ju duhet ka daldale me hek që ato, kur po shkojmë shumë vene po dhojnë, ti s'po kupton, që ashtu jemi. Edhe une nuk jam dakord me qëta. Une mendoj që njerëz mundin mu kanë ma tolerante, ma kanë ma open-minded, ma mendje e hapën për njeri tjetër, ideja të mirë. Kur po flasim për derdhjen e katuneve, për shembull, për ato probleme ekonomike që keni shumë në Kosovë, edhe gjithmonë çdo njeri mës pare po fajton dikën tjetër. Dikush tjetër është faj, ose qatë parti, pavarësisht cili parti, dikush tjetër është fajtor. Asnjëherë personi për katër. Nothing. Edhe unë po them, unë po kuptoj që probleme ekonomike, politike në Kosovë janë shumë komplikuar, shumë vështirë, shumë ranë, unë po kuptoj, jetoj këtë, unë e di që shështë. Po në tjetër anë, mos fol për mu, për problemin e katun, derisa ju investoni krejt pare që keni marru jashtë, në ato shpije veç me tregu dikuj tjetër qka keni mujt. Ju duhet me tregu sa përparimtar je ti, tuj bo shpije ma modest, kërë ma modest, dasëm ma modest, me të regu që ke besim në Kosovën të ardhshme. Do thot a future, that you believe in the Kosovo of the future, duke investuar në sendet ma modest, me investu paret së bashku si fshat, si komunitet, to invest together, but that means to trust each other. Ajo do të thot me pas besim në njeri tjetrin, edhe ajo është problem në Kosovë, që ju, edhe qdo vend, nuk është pikërisht për Kosovën, qdo vend ku keni konkurencë për punë, për pare, për prestigj, për ndera, konkurencë në qdo anë, është vështirë me pas qatë besim në njeri tjetër me në komitet. This is the biggest thing for me. Yes, I understand. Po shkojmë drejt fundit, mu po më intereson shumë qka, por për efekt kohë na duhet të frenohemi. Me gjitha ato hulumtime që I keni bërë, edhe krejt në fillimet tash që I keni dokumentuar çdo gjë për miqtë ndërkombëtar, çfarë kanë mësuar ata për shqiptarët nga hulumtimet tuaja? Well, mas pare duhet me thonë që Amerikanët
edhe kemi hime një luftë të 99 edhe Clintoni kanë, na ka pru këtu në Kosovë. Amerikanët nuk din çka është Kosova, ku është Kosovë. Shumica. Ndoshta kur jetojnë në Bronx në New York, do dikon që është e mushën me shqiptar, po për ndryshe unë duhet me thënë Kosova që ka qenë pjesë të ish Jugosllavisë ose Kosova që rrin afër Maqedoni, afër Shqipni, do thot njerëz po din për Kosovën hiç. Edhe kur unë jam të i thonë që ka këtë popull, gjithmonë po jap ligjërate ose në librin tem, në disertacionin tem, po përshkruaj që ka një popull shumë e veçantë, janë të vogël, po janë me shumë talent. Shqiptar janë kaq të gjinshëm, jam gjithmonë e befaqësuar në Kosovar që kanë jetu jashtë, që kanë marru jashtë, e sidomos ata që janë kthy në Kosovë, kanë qenë biznes, për shembull, sa të gjinshëm jam në biznesa. Jo është për mu gjithmonë surprise për mua. Ata shqiptar janë shumë inteligent, edhe shumë të talentuar, veç me mujt me drejtu që atë talent ka ardhmëria e Kosovës, jo veç për familjen, për paret, për familjen, veç me investu ma shumë për Kosovën. Për mu, unë kam përjetu vitin 80 edhe 90 në Kosovë, shumë thellë, do thot, unë e di që ka njerëz kanë hek, pa punë, me maltratime gjithanshme, unë e di edhe kanë mendu krejt veç me pas pavarësie, që ajo ka qenë ditë e natë për mu qatë realitet. E tash që keni marë pavarësie edhe keni ik, është për mu dëmtim. Është një diskrepancë, është një dallim me ato që ka kemi përfuar edhe çfarë po bëjmë. Nuk kam mujt me besu sa njerëz kanë lanë Kosovën, edhe kuptohet kur njerëz duhet me shku me mbajt familjes se s'kan çka me hangër. Kuptohet, çaj gyrbet është diçka tjetër, por kur po shkojnë veç me përparu vetin, kur print edhe krejt ato të parit kanë vojt qindra vjet veç me pas këtë vend në duar të vetit edhe me ik nuk po kuptoj se jam njeri e di çka do thot me pas familje edhe me rujt me pas standardi familjes unë veç po mendoj që njerëz duhet me mendu ma thellë a duhet për një me najt jashtë ose a mundin me pru qatë ekspertis çka kanë mësu jashtë edhe më kthy këtu, edhe me dhanë kontribut vendin i vetë. Po. Miq të nderuar, ashtu si shpeshini koha po na fluturon, në studio kisha unë mikeshën e madhe të shqiptarve, zonjën Janet Rajnek, e cila ka studiuar edhe e kuptuat, pra e pat Kosovën përmes syve të saj, ashtu si që thash edhe krejt në fillim. Zarenek, unë po ju falenderoj fillimisht për kohën e çmuar që keni ndarë për neve, po ju falenderoj për përvojat edhe për krejt kontributin që po jepni për vendin tonë, për Republikën e Kosovës. Është ndera ime, faleminderit shumë prej juve për këtë mundësi me jetu këtu edhe me dhanë çka muj me dhanë për Kosovën. God bless you, God bless your family and God bless people of America. Thank you so much.